Kuvendi ka miratuar në parim projekt buxhetin 2026, më të madh ndonjëherë sipas qeverisë, me vlerë 8.8 miliardë euro dhe bashkë me të edhe 8 projekt ligje të paketës fiskale. Seanca maraton prej 16 orësh u mbyll në orën 3 të mëngjesit dhe u votua vetëm me mbështetjen e mazhorancës, ndërsa opozita u rreshtua kundër. Dy deputet socialist, Erion Braçe dhe Vullnet Sinaj, nuk respektuan linjën politike, duke mos votuar disa prej nismave fiskale. Sipas ministrit të financave Petrit Malaj, shpenzimet e vitit të ardhshëm rriten me rreth 550 milion euro, ndërsa projekt buxheti pritet të hyjë në debat nen për nen në vijim. Deputeti socialist Erion Braçe ka ironizuar përmbytjet në vend, duke thënë se bujqësia është kthyer në lojë kungulleshkash për shkak të politikave të dështuara dhe ndryshimeve të TVSH-s. Ai kritikoi mos shpenzimin e fondeve si problem 8-vjeçar dhe kërkoi largimin e çdo zyrtari që nuk realizon buxhetin sipas planit. Ndërkohë, qeveria miratoi projekt buxhetin 2026 prej rreth 887 miliard lekësh, të cilin ministri Petrit Malaj e cilësoi kontratë me qytetarët, me fokus në mbrojtjen sociale, rritjen ekonomike dhe konsolidimin fiskal. Në seancë pati edhe tensione politike, me opozitën që akuzoi qeverinë për buxhet që favorizon pakicën. Studia e 48 orëve të fundit ka shkaktuar probleme të mëdha në disa qarqe të vendit. Në Korçë, 1700 familje janë pa energji elektrike, kryesisht në Bilisht, ku defektet në nën stacion kanë lënë pa drita mbi 1400 banesa. Probleme me energjin ka edhe në Pogradec, Gramsh, Cerrike, zona malore të Elbasanit dhe Shkodrës, ndërsa ekipet e OSSE po punojnë në terren. Rreshtet kanë sjellë rrëshqitje dherash, inerte në rrugë dhe përmbytje lokale, veçanërisht në Lushnjë, Divjak, Lezhë, Berat dhe në zonën e urës së Mifolit, ku vjosa ka dalë nga shtrati. Të gjitha akset kryesore janë të hapura, ndërsa autoritetet mbeten në gatishmëri. Debati mes kryeministrit Edi Rama dhe sekretares britanike të brendshme Shabana Mahmud ka shkaktuar reagime në qeverinë britanike. Mahmud kritikoi faktin që rreth 700 familje shqiptare me kërkesa azili të refuzuara vijojnë të jetojnë me fonde publike në Mbretërinë e Bashkuar. Rama e kundërshtoi duke i quajtur një retorik të papranueshme që frymëzon ekstremet dhe nuk i shkon laburistëve. Sipas The Guardian, tensionet mes dy qeverive janë rritur, ndërsa Londra shpreh se po vijon largimin e familjeve me azil të refuzuar. Ndërkohë, The Telegraph thekson marrëveshjet e kthimit e emigrantëve dhe të dënuarve, që kanë ulur ndjeshëm numrin e shqiptarëve që kalojnë kanalin. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thirrur sot një takim konsultativ me partitë parlamentare për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakohshme pas dështimit të formimit të qeverisë. Në takim marrin pjesë përfaqësues të LVV-s, LDK-s, AAK-s dhe NISM-s, mes tyre Ramush Haradinaj, Lumir Abdigjiku dhe Fatmir Limaj. Kjo lëvizje vjen pasi mandatari të lëvizjes Vetvendosje Glau Konjufca nuk i dolën votat në kuvend, duke dështuar për herë të dytë pas Albin Kurtit më 26 tetor. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se të premten do të zhvillojë një takim në zyrën ovale me Zoran Mamdani, socialdemokratin që fitoi zgjedhjet për kryebashkiak të New Yorkut. Trump e quajti Mamdanin komunist, por konfirmoi se ai e ka kërkuar takimin përpara marrjes së detyrës. Mamdani ka deklaruar se synon të mbrojë interesat e qytetarëve dhe të bashkëpunojë me qeverinë federale, por do të kundërshtojë çdo veprim që sipas tij dëmton newyorkezët, përfshirë ndërhyrjet e ICS apo gardës kombëtare. Shqipëria mëson sot rivalët e saj në play-off për një vend në botrorin 2026, por shortin nuk duket i lehtë. Kuqezinjt pozicionohen në vendin e 63 të FIFA dhe hynë në vazon e tretë, çka përjashton si kundërshtar Irlandën, Bosnjën dhe Kosovën. Në vazon e parë ndodhen superfuqi si Italia, Danimarka, Turqia dhe Ukraina, ndërsa në të dytën ekipe solide si Polonia, Walesi dhe Çekia. Edhe vazo e katërt mbar rrezik, pasi Suedia dhe Rumania renditen më lart se Shqipëria, ndërsa vetëm Maqedonia e Veriut dhe Irlanda e Veriut janë më poshtë në renditje.